Ja cili është më i shëndetshëm, buka e bardhë apo e zezë? Buka është një ushqim i domosdoshëm që përdoret në të gjithë botën. Ka lloje të ndryshme, por buka e zezë dhe e bardhë janë nga më të konsumuarat. Eksperti i ushqimit Parmore foli për Pinkville për dallimet mes bukës së zezë dhe asaj të bardhë. Ndërsa nuk ka shumë ndryshime të mëdha në kalori, ka një ndryshim të madh në lëndët ushqyese. Buka e zezë pa diskutim është një lëndë ushqyese më e pasur se ajo e bardhë. Buka e zezë bëhet nga pjesa e të kokrave të grurit të plotë, ndërsa ajo e bardhë bëhet nga procesimi i tyre. Gjithçka që bën buka e zezë është edhe një ngopje më e mirë e organizmit, dhe personat të cilët duhet të merren edhe për një tretje më efektive duhet të konsumojnë bukën e zezë. Nëse doni të keni një tretje efektive dhe pa probleme të fryrjes së barkut, duhet të shtoni bukën e zezë. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të